Së pari më lejoni t'ju kërkoj falje për vonesën, por ishim në Kuvend të Republikës, ku edhe në këto qaste po debatohet për projekt ligjin për buxhetin 2026 dhe unë besoj që kam mirë kuptimin e guvernatorit Ismailit se ky vetë ka qenë drejtori i thesarit dhe di se në për çfarë momentesh po kalojmë ne. Së dyti, më lejoni t'ju përgëzoj për këtë titull, Paraja rrëfen, dhe t'ju them që po më pëlqen më shumë se sa versionin e anglisht Money Talks. Dhe së tretë, unë jam për herë të parë këtu, në këtë ndërtesë, nuk kam qenë asnjëherë më herët. Ndonë që jam për herë të tretë kryeministër dhe merreni këtë si një dëshmi të sforcuar që qeveria e Republikës nuk i ndërhyn Bankës Qendrore si institucion i pavarur i shtetit. I nderuar zotëri Ahmet Ismaili, guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës, i nderuar zotëri Gen Sejko, guvernator i Bankës Shqipërisë, e nderuar zonja Saranda Bogujevsi, ministre e Kulturës dhe Turizmit, e nderuara zonja Justina Pulja, kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, të nderuar anëtar të bordit dhe zëvendës guvernator të Bankës Qendrore të Kosovës, të nderuar profesor e artist, të nderuar pranishëm, zonja dhe zotëri, ekspozita që na ka mbledhur sot flet me gjuhën e historisë, por mesazhin e ka aktual dhe përtardhëm. Ajo na kujton se paraja është simbol i besimit, i rendit institucional dhe i vetë shtetit, përveç se mjet shkëmbimi. Kjo paraqitje muzeale është një rrëfim për mënyrën se si shoqëritë tona e kanë ndërtuar besueshmërinë me kalimin e kohës. Se si institucionet janë forcuar përmes sfidave dhe përpjekjeve dhe se si shteti është strukturë ligjore, por njëkohësisht edhe marrëdhënie zotimi mes qytetarëve dhe institucioneve të tyre. Kjo histori e besimit na lidh drejt për drejt edhe me raportin ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipërisë. Bashkëpunimi ynë nuk është as i rastësishëm e as i përkohshëm. Ai piknisin e ka të historia jonë dhe vazhdimin e gjen të institucionet e dy republikave tona. Qeveria e Republikës Kosovës dhe Qeveria e Republikës Shqipërisë kanë ndërtuar një model bashkëpunimi i cili në qendër i ka nevojat dhe kërkesat e qytetarëve. 58 marrëveshje të reja në vetëm 4 vite, të arritura përmes mbledhjeve të përbashkëta qeveritare, përbëjnë nivelin më të lartë të bashkërendimit institucional të cilin e kanë njohur ndonjëherë dy shtetet tona. Nga njësimi i teksteve shkollore dhe projektet kulturore mbarkombëtare, te lehtësimi i lëvizjeve në zonat kufitare, njohja e diplomave, bashkëpunimi në energji, siguri, sport, transport, turizëm dhe zhvillim ekonomik, padyshim që marrëdhëniet tona po thellohen e po zgjerohen. Banka Qendrore ka një rol të veçantë si institucione shtetërorëse. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës dhe Banka e Shqipërisë garantojnë stabilitet dhe ruajnë besimin financiar. Të dyja ndër vite kanë pasur një bashkëveprim shembullor dhe të ngushtë, për çka edhe i përgëzoj e i falenderoj. Me shkas të tyre, për rastin e 100 vjetorit të Bankës së Shqipërisë dhe të parasë shqiptare, edhe jemi mbledhur sot këtu bashkë. E teksa bëhemi gati për shënimin dhe festimin e 18 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, kjo ngjarje sot na vjen edhe si rikujtim e përgjegjësi. Rikujtim i përpjekjeve ndër breza, sakrificave të mëdha, dhimbjeve të thella për pavarësi, liri dhe shtet, por edhe përgjegjësi për zhvillim dhe përparim të Republikës sonë, për bashkëpunim dhe partneritet me Republikën e Shqipërisë, për qytetarët dhe për kombin mbar. Për fund, krahas falënderimit për ftesën, dua t'ju uroj suksese për ekspozitën edhe në Prishtinë edhe në Tiranë. Jam i bindur se ajo do të zgjoj sa interes e reflektim, po ashtu edhe krenari. Ju faleminderit. Faleminderit.
I nderuar Kryeministër i Republikës